Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni sipërziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Personat që hanë 2 vezë në ditë duhet ta dëgjojnë këtë lajm urgjent. Zorët janë nën sulm dhe kjo ndikon edhe në bukuri, por cila është masa? Sa vezë lejohet të ham në ditë dhe çfarë ndodh nëse ham më tepër? Vezët janë një ushqim shumë i preferuar i njerëzve, veçanërisht për mëngjes. Shumë të pasura me lëndë ushqyese dhe proteina, ato ofrojnë energji të mjaftueshme për të nisur ditën. Së bashku me qumshtin, vezët përmbajnë vlera të larta biologjike ose standardin e artë të proteinave, citon dietologja Kathleen Zellman. Vezët janë vërtet një super ushqim, por a mund të hamë më shumë prej tyre dhe a mund të dëmtojnë ato trupin tonë? Një konsum i lartë i vezëve mund të çojë në rritje të kolesterolit, madje edhe kolesterinës së keqe. Edhe pse Medical News Today thekson se nuk ka kufi për numrin e vezëve, për një person që mund t'i hajë 3 deri në 5 vezë në ditë mund të konsiderohen plotësisht të sigurta, këshillon Zellman. Organizata Botërore e Shëndetësisë sugjeron gjithsej 300 mg kolesterol në ditë, ndërsa një vezë e madhe përmban rreth 185 mg. Gratë të këshillohen të hanë 2 vezë në ditë, ndërsa burrat rekomandohen të hanë 3 vezë. Megjithatë, në përgjithësi, ju mund të konsumoni edhe më tepër nëse merreni me sporte. Konsumi i vezëve brenda normës lejuar do ju mbrojë gjithashtu edhe në rritjen e përfitimeve të trupit. Vezët mbartin vlera të jashtëzakonshme ushqyese për shëndetin e njeriut. Sipas informacioneve të The Health Site, ato bëjnë pjesë në listën e 10 super ushqimeve më të rëndësishme për organizmin. Vezët do të ofrojnë proteina cilësore. Të plota, një vezë përmban 9 aminoacide esenciale thelbësore që e bëjnë edhe shtyllën kryesore të proteinës. Këto aminoacide nuk prodhohen dot nga trupi. Vezët përmbajnë 6 gram proteinë dhe gjysmë e saj gjendet tek e bardha e vezës. Vezët janë të pasura edhe me ushqyes. Një vezë vetëm ofron proteinë cilësore, por edhe vitamina dhe minerale të dobishme. Këtu përfshihet seleniumi, fosfori, vitamina B12, antioksidantët, të cilat i mbajnë qelizat më të shëndetshme. Vezët do të ndihmojnë në uljen e triglicerideve. Niveli i triglicerideve duhet të jetë i ulët për një shëndet më të mirë. Vezët, veçanërisht ato të pasur me acide yndyrore si omega 3, duket se kanë aftësinë të ulin nivelin e triglicerideve. Vezët ulin gjasat e shfaqjes për ishemi. Studime sugjerojnë se një vezë në ditë do të ulë rrezikun e ishemisë. Sipas një studimi të cilit i referohemi sipas Brightside, njerëzit që hanë një vezë në ditë janë në 30% më pak të rrezikuar nga humbja e jetës në mënyrë të parakohshme si pasojë e ishemisë. Vezët janë të mira për zemrën. Njerëzit që hanë vezë rregullisht janë më pak të rrezikuar nga sëmundjet e zemrës. Ato që vuajnë nga diabeti tipi 2 kanë një zemër të shëndetshme fal një regjimi ushqimor ku përfshihen vezët. Studimet konfirmojnë se njerëzit që hanë një vezë në ditë janë më pak të rrezikuar nga sëmundjet e zemrës. Vezët do ju ngopin më shpejt. Njerëzit që hanë vezë në mëngjes ndihen më të ngopur gjatë ditës. Llogaritje shkencore tregojnë se personat që hanë një vezë në mëngjes marrin 130 kalori më pak në ditë, duke pasur një peshë konstante të trupit dhe duke u ndjerë më të ngopur. Vezët janë të mira edhe për shëndetin e syve. Antioksidantët tek veza mbrojnë shëndetin e syve dhe parandalojnë sëmundje të ndryshme. Antioksidantët gjenden edhe te barishtet, por vezët janë një burim i mirë fal yndyrnave që lehtësojnë përthithjen e tyre. Vezët janë të mira për një mendje të mprehtë. Vezët përmbajnë vitaminën D, e cila mirëmban shëndetin e trurit dhe komunikimin mes qelizave nervore. Për më tepër, vezët përmbajnë kolin, një vitaminë e veçantë për shëndetin e trurit. Nëse hani 2 vezë në ditë, trupi juaj merr mjaftueshëm nga këtë lëndë ushqyese. Mungesa e kolinës shkakton përkeqësim të kujtesës. Ndaj, vezën duhet ta përfshini gjithashtu edhe në dietën tuaj. Një vezë e zier është një zgjidhje shumë e mirë ushqyese për organizmin, duke ngadalësuar një sër dëmësh të trupit. Veza është një nga produktet me vlera më të jashtëzakonshme ushqyese, e renditur në listën e top 10 super ushqimeve dhe nuk ka mëngjes më të këndshëm se sa veza, sidomos kur janë edhe në formën e tyre të zier. Por a keni pyetur ndonjëherë veten se cila vezë është e vyer dhe sa vezë mund të ham në ditë?
Ekspertët kanë përmbledhur rezultatet e studimeve të fundit mbi dobinë shëndetësore të vezës së pulës. Rezulton se 2 deri në 3 vezë është doza optimale. Akoma më mirë nëse këto vezë janë me omega 3, e cila konsiderohet sot si superveza e shëndetit të mirë. Veza me omega 3 konsiderohet veza që mbron zemrën dhe ushqen trurin. Në këtë video do të gjeni listë të mirë që u vjen organizmit dhe shëndetit nga konsumi i 2 vezëve në ditë. Trupi do të gjendet në mbrojtjen e kolinës. Është të provuar se kolina, kjo vitaminë e veçantë, është material i mirë rëndësishëm ndërtimor i trurit. Nëse hani 2 vezë në ditë, trupi juaj merr mjaftueshëm nga kjo lëndë ushqyese. Mungesa e kolinës do të çojë në rënje të kujtesës. Shikimi do të ruhet falë luteinës. Vezët e pulave janë të pasur me lutein. Kjo substancë është përgjegjëse për shikimin e qartë edhe të mprehtë. Me mungesën e tij, indet e syrit dëmtohen dhe shikimi përkeçohet në mënyrë të pakthyeshme. Vitamina D ndihmon për të absorbuar kalciumin. Nëse i ofroni një personi të zgjedhë nëse do të pijë një lugë vaj peshku ose të konsumojë një vezë të zjerë, gjathat janë të preferojë këtë të fundit. Sidoqoftë, në doza të vogla ato përmbajnë vitaminën D që është e njëjtë në të dyja rastet. Për më tepër, shkencëtarët kanë gjetur një mënyrë për të rritur sasinë e vitaminës D në vezë duke ushqyer pulat në mënyrë të veçantë. Vitamina D ndihmon kalciumin të absorbohet më mirë dhe për të forcuar kockat dhe dhëmbët. Vitamina B e mbron lëkurën, flokun dhe mëlçin. Biotina, vitamina B12 dhe proteina e tretshme ushqyese kontribuojnë në forcimin e flokut dhe të lëkurës. Elementet që përmbajnë vezët e pulave promovojnë eliminimin e toksinave nga mëlçia. Do të filloni ta keni më të lehtë humbjen e peshës. Shkencëtarët dolën në përfundim se nëse konsumoni një ushqim me pak kalori me vezë për mëngjes, humbisni peshë 2 herë më shpejt. Një mëngjes i tillë ju ngop për një kohë më të gjatë, duke ju lejuar që të ulni sasinë e ushqimit që konsumoni brenda një dite. Procesi i plakjes do të ngadalësohet. Kjo është e dukshme dhe gjithashtu mund të jetë edhe një nga arsyet kryesore të cituara nga ulëntimi kryer nga shkencëtarët holandezë. Në 87% të grave nga 35 deri në 40 vjeç, njollat e moshës u zhduken dhe lëkura u pastrua. Tek meshkujt, rrullat rreth syve u zbutën dukshëm, duke patur rezultate më të mira gjithashtu edhe për organizmin tuaj. Ekspertët këshillojnë në konsumin e vezës pasi do ju bëjë që të jeni më aktiv. Një vezë në madhësi mesatare plotëson rreth 15% të nevojës ditore për vitaminën B2, e njohur gjithashtu me emrin riboflavin. Ajo është një nga 8 vitaminat që ndihmon trupin të konvertojë ushqimin në energji. Do të keni një shikim më të qartë. 2 antioksidantët kryesorë që gjenden te veza, lutein dhe zeakanthin. Këto antioksidantë reduktojnë në mënyrë të ndjeshme riskun për degradim makular dhe katarakt, që janë ndërshkaqjet kryesore të dëmtimit të shikimit dhe verbërisë te moshat e treta. Në një studim të publikuar në gazetën amerikane të ushqyerjes klinike, pjesëmarrësit që kishin konsumuar 2 vezë në ditë për 4 javë e gjysmë kishin një rrezik të ulët të zeakanthinës me 44% dhe luteinës me 48%. Do ju bëjë të ndjeni më të ngopur. Vezët janë një burim shumë i mirë i proteinës i cili ju jep ndjesinë ngopjes edhe kur keni ngrënë shumë më pak. Do të mbani nën kontroll kolesterolin. Tashmë dini që trupi ynë krijon habitat për zhvillimin e kolesterolit të mirë dhe atij të keq. Edhe pse vezët përmbajnë një sasi të konsiderueshme kolesteroli, studimet e fundit kanë treguar se nuk ka asgjë për të shqetësuar, pasi përmbajnë aminoacide që luftojnë në kolesterolin e keq. Ushqyerja e pashëndetshme, mungesa e aktivitetit fizik dhe faktorit trashëguar janë disa prej arsyeve që çojnë në shfaqjen e sëmundjeve kardiake. Veza ka përmbajtje të saj aminoacide që luftojnë në kolesterolin dhe sjellin element ushqyes mjaft të rëndësishëm për organizmin tuaj. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mundësojnë në të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative në shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë tu.